Atëherë përshëndetje. Fillojmë mbledhjen e Këshillit. Paraprakisht janë prezent 16 anëtar Këshilli. Një vend është vakant, 17 dhe mungojnë 4 anëtar Këshilli. Veçanëse forumi për zhvillimin e mbledhjes është mbledhjen e deklaroj të hapur. Së pari ju njoh me rendin e ditës, të cilin ja u kemi dërguar paraprakisht 5 ditë përpara datës së mbledhjes. Në këtë mbledhje do të shqyrtohen këto projekt vendime. Projekt vendimi me numër protokolli 4684 për miratimin e ndihmës ekonomike, 6%. Projekt vendimi 4680, fraksion 1, për miratimin e paketës fiskale vendore 2022. Projekt vendimi 4697 i Kryesisë Këshillit për miratimin e planit të aktiviteteve për vitin 2022. Projekt vendimi 4763 për një shtesë në vendimin nr. 58 datë 30/6/2020 për caktimin e vend depozitimit përkohshëm të mbetjeve inerte nga prishja e ndërtimeve të tërmbetit 26 nëntorit 2019. Projekt vendimi 4794 për një shtesë në vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 64 30/12/2019, 11/19/66 vitit 2020, projekt vendim Këshillit të Bashkisë nr. 29/87 vitit 2021 për miratimin e bonusit qiras për një periudhë një vjeçare sipas vlerës tregut për familjet banesat e të cilëve janë dëmtuar si rezultat i tërmetit 26 nëntorit Bashkia Mirdit dhe zgjatjen e dhënjes bonusit qiras deri në hyrjen e banesave të reja. Projekt vendimi 4765 për përdorimin e fond kontingjence, përdorimi 4766 për një ndryshim buxhetin e vitit 2021, projekt vendim 4767 për miratimin e përdorimit të fondit mbrojtjes civile për rekonstruksionin e pusetës hyrjes ujëlçuesit dhe ujëmbledhësit Siç dhe për mbajtjen nga dishmëritë e sistemit mbrojtjes nga zjarri Bashkia Mirdit. Projekt vendimi 4768 për miratimin për dhënje me kontratë qiraje objektin identifikuar me numër pasuri 236 tek ndërtesa 2 katëshe Pallati i Kulturës. Projekt vendimi 4769 për miratimin e hapjes së rrugës këmbësore dhe kthimin e saj në rrugë automobilistike në Lagjën Përnejt. Projekt vendimi 4155 për emërtimin e Pallatit të Kulturës dhe sallave të këtij institucioni. Projekt vendimi 4790 për ndryshimin e emërtimit të rrugës nga rruga e Martirëve në rrugën Imzat Zef Skana. Raport i dëgjesave publike për buxhetin dhe paketën fiskale 2022 shqyrtuar nga Komisioni i Ekonomisë, Financave dhe Buxhetit dhe shqyrtimi i kërkesave dhe ankesave të qytetarëve. Ka kusht nga këshilltarët në një vërejtje, shtesë? Nuk ka. Atëherë kush është dakord në votim? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Atëherë fillojmë me pikën e parë të rendit ditës, projekt vendim numër 4684 protokollit i Kryetarit Bashkisë për miratimin e ndihmës ekonomike nga Fondi Kushëzor për blok ndihmën deri në 6% për periudhën 1 deri me 31 tetor 2021. Lista u është dërguar me email. Ka kusht në një? Po, do të ceku? Njësia administrative FAN e kam kërku me kohë s'ka zonë kjo vesh, po falë shumë. Vazhdo ti. Kam kërku listët unë para 4-5 muaj. Tu të shqyrtojmë të listët në jemi 5 nga fani që jemi antar Këshilli. Do të na kishi prunë dispozicion. Kalojnë
nuk jam kundër se njerëz janë të lodhur e ku diun, po të lista do t'i shohim me vëmendje pakën për njësinë administrative fond. Kaq kështu. Po. Atëherë, përgjegjësia e shërbimit social, ditën që keni kërkuar, ka kërkuar kërkesën, kështu që lista e fonit duhet t'i kalojnë në dispozicion pas mbledhjes këshilltarëve që e kërkojnë. Okej. Jo, ai ka kërkuar listën e personave që përfitojnë ndihmë ekonomike nga sistemi, jo listën e 6%, se listën e 6% e ka në adresën e emailit. Apo jo? Okej, zgjidheni. Për të gjitha familjet e ndihmës ekonomike, 6% dhe sistemi, patjetër. Atëherë gjithë lista ndodhet pranë njësisë administrative fond dhe shpëndonjësja, që në çfarë do lloj kohe që ju të jeni atje për ta marrë atë listë ose për ta kërkoni në mënyrë zyrtare u avën dispozicion. Okej. Është listë absolutisht që duhet të ishte dhënë. Atëherë, zonja Kola, ju lutem, ju jeni përgjegjësia, drejtoresha e saj, ju merreni në fond ku doni dhe lista e ndihmës ekonomike të njësisë administrative fond të vihet në dispozicion të këshilltarit në Oceku. Po atëherë s'ka mas problem nga emaili drejt për së drejti e kalojmë në adresë Okej. të Dhe s'ka pse të debatojmë. dhe nga adresa e këshillit të shkruajnë në adresë të gjithë këshilltarëve për të gjitha njësitë administrative. Okej. S'është asnjë lloj problemi. Okej. Është transparente. Të qartë. Patjetër. Sa të marrësh mbledhjen, hajde ta printoj unë. Atë lutem. Unë është hera jo s'ka justifikim këtu absolutisht. Listën unë nxjerr nga emaili për 2 minuta, e printoj, edhe ose fotokopjoj vendimin që ka dalë nga drejtoria. Nuk ma absolutisht nuk ma thënë në këto lloj mënyre, në mënyrë specifike. Tani, zoti Ceku, je paraqit në zyrën e ndihmës ekonomike dhe s'tash vënë në dispozicion lista apo e kërkon në postë? Atëherë ju lutem, aplikimet bëhen pranë njësive administrative. Vendimin për përfituesit e merr Drejtoria Rajonale Lezhë. Vendimi vjen me postë pranë kryetarit bashkisë dhe vjen në dispozicion të financës për të bërë pagesat. Ndihma ekonomike e sistemit nuk kalon më me vendim këshilli, por transparenca është absolutisht çdo qytetar, jo antar këshilli, që të vjet në dispozicion lista. Ose nga njësia fond, ose nga unë, si të kërkohet, s'ka asnjë lloj problemi. Dakor. Atëherë mbyllë. Unë mbyll Për 5 minuta sa dalon. Te po thot në unë. Okej. Për 5 minuta zakonisht unë, jo mas 6 muaj. Jo, absolutisht. Asnjëherë s'kam thënë jo. S'ka lidhje me mua, vendimarrjen, ju lutem, vendimarrjen dhe ka Drejtoria Rajonale e Lezhës. Ne vetëm bëjmë aplikimet. Ju faleminderit. Ti vendoset në Oceku në dispozicion të gjitha listat, jo të 6 muajve, po të një viti tërë. Sepse listën ekonomike nuk e miraton, nuk e përcakton administrata bashkisë se kush fiton dhe kush nuk fiton. Aplikimi bëhet online sistem dhe sistemi të përkthen, të përzgjedh dhe përkthen dhe të përkthen ndihmën ekonomike se kush e përfiton, kush e përfiton. Okej. Është e qartë je mbas mbledhjes së këshillit paraqitur tek zyra e ndihmës ekonomike dhe shërbimit social dhe do të vihet në dispozicion lista. Po? Mikrofonin lutem, një sekond, Maria, mos folni pa mikrofon. Ne kemi mbledhje këshillit bashkiak, kemi parë përrendimin e ditës dhe kemi planimin e ndihmës ekonomike. Nga fakti nga eksperienca që kam nga këshilla të tjera të bashkisë në nivel kombëtar, ato ne në faktikisht ne duhet jemi të ndërgjegjshëm se e kalojmë formalisht. Për shkak se të gjitha listat janë kalojnë online dhe i nënshtrohen gjithë atyre kritereve që ne i kemi kaluar në këshill bashkiak. Pra ka një filtër anë që unë besoj se nuk munden sistemi me fut njerëz që nuk meritojnë atë ndihmën ekonomike.
Dhe unë kam pa në këshilla tjera, nga eksperiencat edhe nga bisedat që kam bërë me këshilltarë tjera, kanë rënë dakord që ta kalojnë formalisht. Por që kërkesa që ban në cakë dhe kërkesa që mund të jenë edhe tonat, por nuk ceku, më falë edhe të kam pas kërkesa që banoj dhe kërkesa e gjithë këshilltarëve tjerë është e drejtë, ndoshta një listë për një transparencë dhe për ditë edhe se cila është situata cila është situata ekonomike e familjeve në njësitë administrative që përfaqësojnë. Për këtë, po për tjetër gjë më duket se formalisht e kalojnë, sepse ne s'kemi as të drejtë me diskutu se ato i ka miratu sistemi. Shumë, mendoj që është faleminderit. Faleminderit. Lera. Atëherë, kush është dakord me projekt vendimin numër 98 për miratimin e ndihmës ekonomike? Abstenim, kundra, s'ka, miratohet. Vazhdojmë me pikën e 2 të renditditës për miratimin e paketës fiskale vendore 2022. Paraprakisht, Komisioni i është dërguar me email 10 ditë përpara. Materiali natyrisht është shumë voluminoz. Është që vështirë në kompjuter, në arrit në evidentu ato problematika që mund ato që ne mendojmë në probleme. Kështu që herë tjetër paketa fiskale, buxheti duhet të jenë pritur. Se di se Mund t'ja u thjeshtosh me prezantimin tënd këshilltarëve. Okej, se çfarë ka ndryshuar, çfarë nuk ka ndryshuar. Domethënë nga viti i kaluar çfarë ka ndryshuar dhe çfarë s'ka ndryshuar. Edhe kuptohet lehtësisht se çfarë votojnë këshilltarët. Po, faleminderit zoti kryetar. Fjalën e ka kryetari i Komisionit të Ekonomisë, zoti Aleksandër Lusha. Faleminderit, të nderuar këshilltar, të nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar drejtor të projektit sektorit të administratës së bashkisë, të nderuar qytetarë. Komisioni i Ekonomisë dhe Buxhetit zhvilloi mbledhjen ditën e premte datë 19/11/2021, ora 10:30. Shqyrtoi projekt vendimin e kryetarit të bashkisë për miratimin e paketës fiskale vendore 2021. Bashkia Milortit. Ky projekt me shumë rëndësi i paraprin edhe mbledhjes së ardhshme të konkretizimit të ndërtimit të buxhetit. Është një projekt mjaft me rëndësi për gjithë ne si këshilltar dhe Komisioni i Ekonomisë e mori në shqyrtim në detaje në çdo pikë të miratimit të tarifave dhe taksave vendore. Tu du të bëj një sqarim për sa i përket miratimit të taksave vendore. Ne kemi bërë një mbledhje para një viti dhe kemi bërë një ulje të taksave vendore në masën 30%, aq sa përcakton ligji, dhe për sa i përket taksave vendore nuk kemi asnjë ndryshim nga një vit më parë. Pra sot do të diskutojmë më tepër, diskutojmë edhe për taksat, nuk bëhet përjashtim, por do të diskutojmë për tarifat vendore. Edhe pse ulja nuk ka ndryshim? Në taksa jo, sepse nuk kemi bën uljen drastike në minimum, në detaj, siç kemi diskutuar vjet. Përsa i për taksat, do të kuptojmë diçka Marie, se përsa i përket taksave vendore, Bashkia e Milortit janë taksa minimale. Kemi të bëjmë me taksën e ndërtesës. Ne kemi pas taksa pinus 30%. Aq sa përcakton ligji. Në paketën fiskale të vitit 2020 ne kemi bën uljen maksimale të taksave deri në 30% që është kompetencë e Këshillit. Nuk është prek asnjë një gjë tjetër. Ajo ulje. Aty kemi prunë, e miratojmë ne sot, po atë propozim kemi sjellë dhe ne si komision. Njëkohësisht du të falenderoj anëtarët e Këshillit, pasi këtij projekt vendimi që ne do të miratojmë sot i kemi parapri me 2 dëgjesa publike në gjitha njësitë administrative. Konkretisht kemi bërë dëgjesë publike ne si këshilltar, jo gjithë këshilltarët, e dinë vetë ata që kanë marrë pjesë, por shumica këshilltarëve ka marrë pjesë
është angazhue për të përcjell zërin e qytetarit të në administratën e bashkisë, edhe du t'i falenderoj për gjithë punën e kryer dhe rasti i dytë, së bashku me administratën e bashkisë, është bërë dëgjesa publike në gjitha njësitë administrative. Aty ne jemi prekur me ato mundësi që kanë edhe qytetarët, njëkohësisht edhe me problematika. Një sugjerim kam për gjithë njësitë administrative, sigurisht dhe konkretisht në Rubik dhe në Kashinar më tepër, që sensibilizohen më tepër vetë administrata. Kryetarët e fshatrave. Zoti Lusha, të lutem e kemi pikë tjetër, se do të miratojmë raportin e dëgjesave publike. Kështu që futu direkt në temë për paketën fiskale. Dakor, kryetar, po tani në temë kjo i pri temës, edhe unë du ta diskutoj, se tani direkt në temë, ne s'po lexojmë vetëm emra edhe pika që kemi miratue, por sepse jam ndesh në një fakt që punojësit e njësisë administrative kërkojnë llogari këshilltarëve. Pse është kjo taks, pse është kjo tarif, nuk kuptojnë se buxheti i bashkisë fillon që me pagat dhe sigurimet shoqërore të vetë punojësve të administratës, njësinë administrative. Dhe ata du të janë përditshëm punë, du të jenë konkretisht në sensibilizim dhe në qartësim të tarifave vendore, pasi kjo tarifë vendore edhe këto taksa që ne miratojmë sot, i paraprin krijimit një buxheti, që buxheti i bashkisë do të ishte luks edhe dëshirë për gjithë, që të ishte 50% e të ardhura vendore për të realizuar një buxhet, por me sa kam pa unë aty në vit pas viti, mbulon 15, jo 20%, 15-16%, dhe këto ne du të shkojmë në 20%. Por si do shkojmë? Ne nuk mund shkojmë me një miratim taksativ, po do shkojmë në sensibilizim. Unë du të falenderoj drejtorinë e tatim taksave për bashkëpunimin që bën me institucionet shtetërore. Dhe doja kërkoj edhe si vjen. Sepse edhe unë atë institucion ku jam përgjegjës, du një shkresë konkrete bashkëpunimi me këtë drejtorinë e tatim taksave për pagesën e dytërimeve vendore për bashkimin e tij. Janë tarifa minimale, po këto tarifa ku nuk i paguon një punonjës i administratës bashkisë Mirdit, një punonjës i degës postës ku unë punoj, i sektorit të arsimit, i spitalit, kush do paguaj tjetër? Më falni Sovonova pak, në mbledhjen e komisionit, morën pjesë 4 antarë, 2 antarë munguan dhe 1 antar është vakant. Pas plotësimit quorumit nga administrata morën pjesë zëvendës kryetari i bashkisë, zoti Mill Paçuku, drejtori i tatim taksa dhe tarifave vendore, drejtoresha zonja Donika Doj, drejtoresha menaxhimit financiar dhe buxhetit zonja Flora Fufi. Komisioni dhe përfaqësues të administratës shqyrtoi projekt vendimin së bashku me relacionin paraqitur nga kryetari i bashkisë dhe drejtoria e taksave dhe tarifave vendore, ku pati diskutime të frutshme nga gjithë pjesëmarrësit dhe mbizotëroi fryma e konsensusit bashkëpunimit për ndryshimet si më poshtë. Tarifa shërbimeve publike për familjarët të detajohet pastrim, gjelbërim dhe ndryshim. Pasi kishte menduar dhe drejtoria e trajtimit taksave që t'i bashkoheshin të 3 tarifa, tarif gjelbërimi, pastrimi dhe ndryshimi, por aty në komision vendosëm që do të ndahen, pasi na duket një tarif e madhe, kurse kështu kemi dytërim, tarif në ndryshimi, gjelbërimi dhe pastrimi të gjithë të qytetarë. Konkretisht, për ndërtesat private në qytet, kemi të bëjmë me disa ndërtesa që janë afër qytetit, por janë me banim në afërsi qytetit dhe janë banesa private, ku normalisht mbetjet e atyre si organike, si plastike, si materiale, ndosin më shumë se sa një qytetar që është në pallat. Dhe aty vendosim një tarif në 1500 lek. 200 lek tarifën e gjelbërimit pa lëvizje dhe 200 lek tarifën e ndryshimit. Bam një rritje, sepse kjo ka qenë 10.000 lek tarifa pastrimit, kalum një rritje për 500 lekësh në vit. Familjet e tjera në apartamente. Ne në apartamente konkretisht e kemi rrit me 200 lek, 1200 lek, tarifën e pastrimit. Tarifën e gjelbërimit 200 lek dhe tarifën e ndryshimit 200 lek. Pra, kemi bën një rritje për 200 lekësh në total. Për muaj si Aleksandr është e vogël.
por duke u mirë kuptuar edhe me komisionin, me gjithë ju si këshilltarë, me gjithë si administrat, ne të bëjmë një rritje pasi vetë kemi qenë në sajt të bashkëpunimit me bashkitë e forta, kemi miratu një plan menaxhimi të kostos pastrimit që doli kosta 28.000 lekë, 2.800 lekë. Pra, ne du t'jemi të ndërgjegjshëm dhe koshient që të paktën 50% të kësaj koste ta paguajë qytetari. Nuk është kosta e madhe 1.400 lekë, përkundërzi, zbashku gjithë bëjmë një kosto menaxhimi pastrimi që është shumë e domosdoshme dhe kërkesa dita ditës për ne si qytetarë, për administratën do të jetë shumë e madhe për sa i përket pastrimit. Edhe do të mirë kuptoni për këtë shtesë që kemi vendosur në komision. Pensionistë të vetëm, familje me ndihmë ekonomike, invalid luftës, punës, persona madhorë, pa punë sipas vërtetimeve përkatëse, që janë kryefamiljarë në qytet, është vendos tarifa pastrimit 700 lekë. Vjetore nuk ka tarif gjelbërimi dhe ndryshimi. Fëmijët që jetojnë në fshatrat e bashkisë, familjet që jetojnë në fshatrat e bashkisë, 900 lekë. Tarifa e pastrimit. Nuk ka ndryshim, nuk ka pastrim, 900 lekë do të kuptojnë. Është pastrim. Aty ku shkon, aty ku shërbehet. Do të kuptojmë diçka, se do të thojnë njëri pse 900 lekë. Është kosto e transportit të mbetjeve. Është një shërbim që bashkia kryen me 3 fishin e shpenzimit të shërbimit. Por ai qytetar për 200 lekë rritje që bëjmë ne nga 700 në 900, është edhe ai ndërgjegjshëm dhe shumë i kënaqur besoj unë që të bëhet pastrimi. Mos hidhen mbetjet atje ku janë ata. Pensionistë të vetëm, familjet me ndihmë ekonomike, invalid luftës, e tham, jo, te nuk e tham, po siç ishte kjo pikë për në qytet, në fshat e kemi lënë 500 lekë. Pra për pensionistë të vetëm në fshat, invalid luftës, punës, me ndihmë ekonomike, lekë në vit 500 lekë. Kemi një sqarim për familje që jetojnë në qytet me banesa private tarifa pastrimit nga 100 lekë, e tham këtë, u rrit në 1500 lekë. Do të kalim për sa i përket biznesit të vogël. Edhe për biznesin e vogël, të gjithë jemi koshient që janë rrit pak çmimet. Në rritjen e çmimeve nëse ushqimet rritën me 200-300 lekë, edhe kosto fitimit aty është, por rritet mas dhe nga 70.000 lekë të vjetër ose 7.000 lekë që kemi propozuar dhe kemi miratuar para një viti, shkon në 100 lekë, në 100.000 lekë, në 10.000 lekë të reja. Taksa e tarifa biznesit vogël për pastrimin. Biznesi i madh. Sipas tabelës C3.9 të projektit e keni gjithë të emaili që tha dhe pjeti paketës fiskale, pasi s'mundi sqarojmë pikë për pikë. Për bizneset me aktivitet prodhimi, përpunimi, kërkim, zbulim hidrokarbure, hidroenergjetike, metalet ndryshme, krom, bakër, kërkime gjeologjike, mjera në produkte tjera, është lënë në komision 500.000 lekë të vjetra Gazprom. 500.000 lekë të lexoj siç është shkruar aty. S'ka më të vjetra të reja. 500.000 lekë. Po, kemi të bëjmë me aktivitet të madh prodhimi, që këto janë pakta, por ato që janë pakta kanë do të jetë madhe dhe këtu kemi lënë 500.000 lekë. Sipas udhëzimeve dhe propozimeve që ka sjellë drejtoria. Tabela C3.12 e projektit, kompleks rritje therrje shpend dera gjelle, nga 110.000 lekë i propozuar e kemi ulur në 60.000 lekë. Diskutuar në komision për të pasi komplekse të tilla ne si bashki kemi të pakta, edhe nuk kemi, edhe ato që janë largësi të pozicionit ku janë, dhe logjikuam të ulet në 60.000 lekë. Tabela C3.14 e projektit, klinika mjekësore stomatologjike farmaceutike të ngjashme me to, kemi pas edhe ankesa nga këto qendra shëndetësore, pasi këto klinika shumë mbetje nuk i derdhin dhe i menaxhojnë vetë sipas ligjit që nuk u lejohet të bëjnë derdhje në mbetje spitalore, të bëjnë në kazonat
e mbetjeve të bashkisë, pasi dhe kemi lënë një taks nga 30.000 lek i propozuar në 20.000 lek në vit, 200.000 lek vjetër. Tabela C3 pika 16 e projektit, kjo ka të bëjë me hecet, nga 5 deri në 10 mega, 500.000 lek. I propozuar shkon në 1 milion lek. Dhe mbi 10 mega, nga 1 milion lek i propozuar, e kemi shtuar me 2 milion lek. Sepse kemi të bëjmë me një biznes që fitimi është normal dhe i mundshëm, dhe kjo është bazuar në ligj dhe në udhëzim, jo se kemi dashur ne si komision për ta arritur. Tabela C3 pika 19 e projektit për çdo mjet në inventar të shoqërive transportit nga 12.000 lek i propozuar të ulet në 10.000 lek. Tabela C3 pika 23 e projektit biznes VIP. Kemi përsa i përket bizneseve në autostradë, Kastrati, tjetër në Bedoil, aty ka kosto shërbimi për pastrimin të madh, për vetë punën që kryjnë, për vetë biznesin që kryjnë, dhe që të bëhet mundësia, si shtam, e kostës të punës, nga 500.000 lek i propozuar e rritëm në 700.000 lek. Të ardhurat nga qirat objekteve. Tabela F1 e projektit Pallati i Kulturës, salla për aktivitete mbledhje pronovime kati 2, ne si komision atë zyre kemi pas një lloj tarife dhe vendosëm një tarifë minimale 1.000 lek. Salla e Këshillit është fjala. Salla e Këshillit. Pasi aty bëhen promovime, takime, bisedime, por një promovim libri që duhet shkruajmë për familjen time, për fisin time, për fshatin tim, aty është biznes për mua. Unë kam marrë pjesë në disa takime aty, blej librin 5.000 lek, 10.000 lek, ai që do të bëjë promovime, takime, zyre, pune, aty është dhe salla e Këshillit që edhe materialet dëmtohen të paguaj tarifë, qoftë minimale. Për mua 1.000 lek vjetra është krejt e vogël, do të ishte 22.000-3.000 lek, por si ta mendoni ju. Salla koncerteve për mbledhje aktivitete të ndryshme kulturore-artistike i propozuar 1.200 lek, i propozuar 12.000 lek, të ulet në 8.000 lek. Arsye kjo pasi ne kemi pas 12.000 lek dhe aty është argëtuar shumë pak. Dhe ne qëllimi i kësaj tarife është që ta menaxhojmë, ta vjelim si tarifë. Përjashtohen nga detyrimet fiskale, Kisha Katolike, motrat misionare eukaristike, motrat misionare dhe shkolla Shën Jozefi punëtor. Urdhëro? Kategoritë familjare do të paguajnë taksa bashkë me tarifat i propozuar në 2 keste. Tu kemi për qëllim, pasi ne kemi vendos edhe afate për pagesën e tarifave, sidomos për qytetarët, në muajin qershor dhe në muajin dhjetor. Por që mos kemi penalizime. Edhe kultura e qytetarit nuk është e njëjtë si me bizneset, që biznesi ka të përcaktuar pagesën e tarifës dhe taksës në qershor ose në maj kur e vendos dhe u çojnë edhe shkresa vetë administrata, kurse qytetari nuk e ka të kulturë shërbimi dhe që të mos krijojmë penalitete, hoqëm fashën e muajit qershor dhe është i lirë nga janari deri në dhjetor të bëjnë deri me 30 nëntor të bëjnë pagesën vjetore të tarifave vendore që i përket qytetarit. Këto janë ndryshimet që u morën në mbledhjen e komisionit dhe janë sjell për miratim pranë Këshillit Bashkiak. Faleminderit. Faleminderit zoti Lusha. Drejtoresha ka një përshërim më gjatë? Po ja sa çse ka. Të
Desha me fol një dy gjëra në radhë parë, falenderoj komisionin për punën e bërë sinqerisht me seriozitet. Po unë desha të nalëm në 3 pika nga këto që kanë vëzhguar, tabela C3.12 e projektit. Komplekse të rritjes, të therjes, përshpend, dera dhe gjedhe nga 110 e bëhet 60. Unë du të them diçka se në rast se është gjëja që mund të jetë më të ndoturat janë këto. Kështu që unë nuk jam i mendimit, duke qenë edhe ati sektori, si thush që kam qenë dhe kryeinspektore, kam mbuluar higjienën për disa vitesh, këto bën diçka që ka një ndotje, përveç se bëhet ndotja urbane, kjo ka ndotje dhe bakteriologjike. Kështu që unë nuk jam i mendimit për këtë taks që tulet. Për sa i përket, një pyetje kisha për kryetarën e komisionit, ke tabela C3, pika 23 projektit, ose po them mendimin tim pasi të sqaroje, këtu bëhet fjalë vetëm për ato lokale dhe shërbime që janë vetëm në rrugën e kombit, ose në rast se do jetë dhe tjera të lavazhi, për shembull, një lavazh në qytetin e Rrshenit ose diku rrugës Qalej, nga 500.000 nga të shkojë 700.000 duket shumë i lartë për lavazhe. Ma në qytetit. Pikërisht i thotë përcaktohet se dakord, jam plotësisht dakord. VIP që kanë edhe lavazhe dhe hoteleteri. Jam plotësisht dakord, po pikërisht tu për shembull se mund të thënë se edhe lavazhet dhe për qytet. Jam krejt dakord. Kjo ishte pyetja pra, a bëhet fjalë për andej? Po. Okej, jam krejt dakord. Kurse përjashtime, përjashtohen nga detyrimet fiskale, kisha katolike, plotësisht dakord. Kongregata motrat misionare. Kurse për shkollën Shën Jozefi, në fakt unë nuk jam dakord, sepse kretë nxënësit atje kanë mbi 500 sa nxënës dhe paguajnë tarifë nxënësit. Ajo shkollë ka tarifë, ajo shkolla me lek, pavarësisht se ka ullë, a biznes. Unë për këtë nuk jam që të përjashtohet. Sikur ti kishte marrë fëmijët ajo pa lek, plotësisht jam dakord. Po fëmijët tonë vinë nga fshatrat dhe paguajnë lek. Kështu që për këto tjerat jam plotësisht dakord, kjo të shihet se besoj se është për të mirën edhe të atyre, është për të mirën. Se ndot se fali sekond lek, se ajo shkolla mesme Shën Jozefi ka 560 e sa 554 nxënës. Shkolla mesme Rrshenit ka 263. Tashti imagjinoje çfarë drastike në krahasim me numrin dhe sa bën ndotjen ato. Vetëm duke hëngër hamburger që blen e gjëra që marrin nxënësit pushim të madh, ato ndotin 2 janë. Kështu që kjo pikë shihet për tjerat edhe herë u falenderoj për punën e mirë që është bërë, në rast se edhe anëtarët e këshillit janë me mendimin tim për këtë ndryshime që thashon, jam plotësisht dakord që miratot nga ne. Po Jam krejt dakord edhe në komision ka pas diskutime të tilla. Po, një sekund. Edhe diskutuam edhe në komision dhe do ishim edhe ne dakord të komisionit për shkollën e Shën Jozefi punëtor, nga që vjet ishim me 0 tarifa dhe taksa, këtë vit të kalim me përgjysmim. Edhe ne në komision po thuaj se ishim dakord, por duke respektuar edhe të mbledhin një vit më parë, por edhe unë jam dakord për një përgjysmim taksash. Faleminderit. Shumë se faktikisht nuk është se pretendoj se ma i mend gjithçka nga ato që kam pa për paketën fiskale, por edhe unë e përgëzoj komisionin për punën shumë serioze që kanë bërë lidhur me domethënë paraqitjen e këtij informacioni duke i pa edhe taksat edhe tarifat, por unë përgëzoj në fakt, është detyra e tyre, atë agjensinë, drejtorinë e tatim taksave, sepse këto kohët e fundit është detyrë juaja, por e përgëzoj për veprimin
edhe për punën shumë serioze që është bën për zhbllokimin e trotuareve dhe për vënien para përgjegjësisë të gjithë atyre bizneseve, individëve, familjeve për mos pagesën e taksës vjetore dhe për detyrimet tjera që kanë. Në fakt është pa një lëvizje është pa nga gjithë qytetarët, është vlerësuar nga gjithë qytetarët, shpresoj të përdoret një standard edhe për bizneset Donika edhe për familjarët përdoret një standard, nëse është marrë përsipër mund zhblloku gjithë trotuaret dhe me sigurisht edhe me vjel të ardhurat për bashkinë, sepse këto të ardhurat ne e dim që kthehen në investime. Në 2 dëgjesa publike që kam marrë pjesë, sigurisht kam pa një shqetësim shumë të madh sepse pjesa dërmuese e familjeve nuk e paguajnë taksën vendore dhe pretendimi i tyre është shumë i madh. Ata kërkojnë me insistim që të bëhet kjo rrugë, të bëhet kjo shkollë, të bëhet kjo qendër shëndetësore, sigurisht ato bëhen ne e dim se sa të ardhura futen në arkin e bashkisë, aq mundësi janë edhe për investime. Tani Donika desha të pyes për një 2. Jam dakord me ato uljet që keni bën, por më duket vitin e kaluar kemi diskutuar tarifat e licencimit transportit udhëtarëve. Pse e them këtë? Edhe tarifa pastrimit për mjetet e transportit. Ju besoj si zyrë e taksave vendore e dini që shoferët e autobusave, të fugonave kanë bën një rritje të çmimit të biletës autobusit. Nis mbi bazë, mbi se nuk e di. Domethënë në mënyrë të njëanshme mund ta kenë bën, arsyet i din ata, vështirësitë i kanë ata. Unë bile në konfidencë më ka rastis, ju kam thënë, çojeni çmimin e biletës dhe 5.000 lek, edhe 5.000 vjetra, 500, por ama, ato qytetarë që hynë në autobus mos hynë në një ambient të pis, kam përdorur dhe një shprehje që tjetë një ambient i pastër dhe autobusit ketë standard. Domethënë nuk e di si e keni pa këtë rritjen e çmimit të biletës ju dhe çfarë ju kërkohet, a keni ju si zyrë vendore, nuk e dini? Nuk e dini sa është rrit. Let rritet Tonin. Mbaj shënim sepse përmbyllen gjitha pyetjet që t'jep një përgjigje. Prandaj unë se masem atakohem dhe s'du me ataku me askënd, jo se kam frikë, po s'du pse arsyen ata e din vet, ato i kanë dhe shumë vështirësi, dihet. Por unë ju kam thënë, rriteni për mua e unë jam domethënë me të ardhura pensioniste, rriteni për mua, rriteni çojeni 500 lek, por ama kur të hysh në autobus mos hysh në një karantinë, në një nuk e justifikojnë rritjen, nuk e di unë tani ata kanë vendosur me shoqëria autobuse kanë vendosur rritjen masivisht. Standard? Jo, edhe ke absolutisht po. Dhe ke tarifat që keni vendosur me i rrit dhe keni prapë unë them shumë mirë. Them shumë mirë krahasu dhe me vende tjera, por ama nëse rrit një tarifë në gjelbrimit, shtoni rritni cilësinë kërkoni cilësi tek firmat që merren me gjelbrimin. Jo të rritet tarifa e gjelbrimit dhe domethënë të ketë një problem me lulet, me lulishtet, me gjitha me radhë. Qytetarët e ndjejnë këtë, por e duan edhe shërbimin, e duan një shërbim cilësor. Tani ke pjesa e parkimit të automjeteve. Duket në vjet kemi diskutuar dhe me kryetarin vjet. Këtu ju e shihni vetë qytetin që në rrugë kryesore janë të parkuar me makina pa fund. Nuk e di, a keni marrë ju ndonjë aksion për të vendosur tabela tjera të parkimit makinave, sepse mbi aty ne ju vjen një taks, ju që aty ne s'ju rëndon shumë, se fakti që e le 1 orë, fakti që rri një 4-5 orë që shëtit me makinë do të thotë që s'ka shumë probleme për të paguar dhe një parkim. Nuk e di, Donika ndoshta e dosha këtë gjë, ke pjesa e. Ndërsa do isha edhe për tarifën e lëndës drusore. Tarifa e lëndës drusore, unë do t'isha për rritje. Për shkak të abuzimeve që bëhen në prerjen e lëndës drusore. Do isha për një rritje që të mos rëndoj. Unë e di se kjo rritje pastaj do rëndoj familjet, se ato do i... Rritje për banorët. Rritje, jo, rritje për biznesin, për ata që merren. Rritje për rritje për ata që merren me shitje. Dhe janë ca tarifa për përdorimin e ambienteve që bashkia i vend shërbim.
dikur, ndoshta në paketën fiskale të vjeshme ne patëm përjashtu dhe aktivitetet e shkollave, e 3 shkollave të qytetit. Unë besoj se jeni dakord që ata të mos përfshihen në tarifin të zamë të sallës koncerteve, nëse ajo përdoren, sepse aktivitetet më të shumta bëhen nga nxënësit e shkollave. Nuk besoj se as se keni marrë në konsiderat në duket fare se keni Shkollat nuk janë pjesë, shkollat janë pjesë E tarifimit. Ato janë pjesë e aktivitetit përditshëm të kulturës. Nuk është fakti që u fut shkolla tjetër tash nesër. Në rregull. Edhe këto kisha unë pak a shumë, thash unë jam dakord me materialin që paraqiti komisioni, sigurisht nuk pretendoj thash edhe herë që ti ashtu 1/1 taksat dhe tarifat e bashkisë, sepse janë. Por unë them që insistoj, në të gjitha këto insistoj ke shërbimit, rritet cilësia, qoftë për gjelbrim, qoftë për pastrim, qoftë për gjithë shka tjetër që funksionon në bashki. Njerëzit kërkojnë edhe cilësi dhe njerëzit ndërgjegjësohen pastaj. Dhe ajo çka i bie për detyrë zyres tatim taksave është të ndërgjegjësoj familjarët për taksën vendore. Der, absolutisht der. Derisa ata të krijojnë një traditë mirë, derisa ata të binden që kjo taks shkon për ata, shkon për qytetarët. Dhe vërtet ka shku, sepse ne tashmë jemi dëshmitar të gjithë atyre investimeve që bëhen në qytetin e Arshenit dhe në fshatrat përreth. Sigurisht ka pak nësi sa dush, janë rrugë që do rregullohen e tjera me radhë, por njerëzit të binden për taksën vendore. Nuk u shko njëri, rrin nga 2 vjet pa i pagu, nga 3 vjet edhe kjo i pastaj ju sjell atë investimin që duhet. Faleminderit. Mark Prenga. Ju falenderoj gjithë edhe komisionin, kërkoj ndjes për mos marrim pjesë, por për arsye familjare nuk kam marrë pjesë në ditën e fundit në komision. Unë kisha 3 probleme me diskutuar. E para, kush do ta bëjë pastrimin tani që është ble makina? A do bëjë firma që ka pas? Një firmë, jo ajo që ka pas apo një firmë, apo do bëjë bashkia? Siç na është thënë përpara. E dyta problem bashkohet me mendimin e sanë se kam bashkëruar dhe këtu për thertorët të këto. Ato janë pjesë që ndotin më shumë se kushdo për mua. Sepse për thertorët e komplekset e lektorisë. A na me për një dhikë shtëpia, një kec, duhet një 3 ora, 4 orë më marr me ta me pastru me ambientin sepse kjo në një aty që pritet me dhetra, e që ka edhe ka një ambient shumë gjana e prandaj kjo tarif unë jam i mendimit të shkuje paktën aty ku ka qenë. I propozoj këshillit. E dyta për taksën e mjedisit spitalore. Taksa mjedisit spitalore është problematike në gjithë, jo në Shqipëri, por ashtu edhe në shkallë Europe. Tani nuk është bën ndërgjegjësimi njerëz akoma sepse marrin gjelbanat e shkojnë anë. Prandaj taksa është një ulje shumë e madhe për mua, sepse kosto është shumë e lartë. Mos diskutoni se si shkim pas bën përpara. E kam kërkuar tash 1 vjet aty që të shkoj me pastru deri në thirr, dhe nuk është shku, me porositë që ka dhënë qeveria. Zoja e financës e di mirë, nuk të miraton njëri buxhet, po nuk bëm një politikë të saktë dhe nuk përcaktuar për pastrimin e ambientit. Kryeministri po merret, ka filluar që nga Saranda në Lezhë gjithashtu. Atëherë në të kushte të tilla, me ulje tarifa, ç'është mund bëjmë na? Si do pastroj bashkia? Nëse do pastroj bashkia ose firma, kush e merr? E treta, thuhet në Llamfiltin do me shu në Shkodër. Kush është ai që është në Shkodër? Ku ne kemi Llamfilt tu për mbedorinat? Dhe funit, që unë nuk jam dakord fare me shku në Shkodër, jam por sa i propozoj këshillit një kategorike dhe qeveristi propozohet që ajo që aty ku kemi shu aty t'i shojmë prapë. Dhe funit është tarifën e drumëve të zjarrit, periudha e ngrohjes. Pavarësisht koha na ka favorizuar. Vitet e tjera ka qenë me borë, në zonën e Kurdeshit, të Fanit, të Kashinarit, të Roshit. Si vjet nuk ka. Unë nuk kam po akoma një tarif për drumët e zjarrit për t'nda sa biznese, sepse drumët shkojnë për natë, fshatarët tonë e blejnë ke biznesmenët. Të ashtu qytur biznesmen, se biznesmen nuk ka,
Po tash të qytër që po vazhdojnë tash 30 njërë spekulative, që i shkatrun pyet, i shkatrun. Ashtë fakt, edhe ne, edhe policia këshillët e që s'ka kërkur, dhe do ishtë për ka celulari. Zotë ndaru që kam mik, e kam shok, por në këtë fush ashtë për mu vlen për të dëshiruar puna. Sepse makinat shkojnë për natë, për ditë, se Tirana, Lezhë, Laçi, Durrësi, ku i marrin drunë? Unë s'ka pa në drunë mes aty. E u që janë pastru dhe pyet në plazhin e Shëngjinit Tirana Hedhër. Janë pa pre, janë rëzu dhe nuk janë pre. Atëherë ku merren drunë? Tu kene merren. Fshatarë tonë po i blejnë një lloj me në Tiranë. 30.000 lekë me dërkupin. E droga. Dhe ato nuk janë drunë. Janë marrane. Atëherë, a ka një politik, qa bëhet me këtë punë? A ka një studim nga drejtoria përkatëse? Nuk ka deri më sot, për mu s'ka ardhë, nëse keni pa ju, u kërkën ndjesë, zotërive, nëse nuk, ashtë, ka shkishon për. I bie prapë në fillin. Në mënyrë më absolute nuk mund të shkojë me këtë lloj tarifave të kostot dhe me këto mundësi që ka bashkia Rreshenit me i shu në Shkodër me dorën. Për mua. Unë desha me thënë diçka në atë që të marrë, përse përket si specialist në kas dhe drejtori i shëndetësisë, i precisizimit të pjesës shëndetësore. Përse përket mbetjeve spitalore. Përse përket ose mbetjeve të shëndetësisë, të gjitha qendrat shëndetësore, spitalet, laboratorët, farmacit, stomatologjit e kanë detyrim ligjor lidhjen e kontratave, jo, kanë lidhjen e kontratave me firmat private incinerator për djegjen e materialeve miksore. Kështu që ti jesh i sigurt se as spitali, as qendra shëndetësore nuk i çojnë kostot e mbiturinave. Aty derdhin vetëm qytetarët. Ne paguajmë miliona, po them mira erë, se miliona jo, mira erë shëndetësia firmave private. E kena me kile, çdo muj vjen burri huj, ne i merr i peshojmë kret. Në çdo qendër shëndetësore mark edhe në fan me shku, ke kutit e mbeturinave të mbyllura karton. Kanë kontratën me firma private incinerator që grumbullohen. Qendrat shëndetësore që janë larg e kena bëj janë 2 muaj ose janë 3 muaj, simas sasisë që kanë. Kështu që mu më duket e drejtë kjo. Firma janë të miratuara nga ministria, janë me licencë të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë. Të gjitha mbetjet spitalore kanë një kontratë me incineratorët që ndiqen. Janë të miratuara. Kurse për mbetjet organike, normalisht që paguajnë, po nuk kanë Paguajnë 2 herë. I bjeve pagu 2 herë. Nuk paguaj spitali, nderuar punëtari, nderuar zotësani. Nuk paguaj një biznes i vogël 100.000 lekë, edhe një spital i kanë. Ku armi shkoj vetëm pacientët, sa ushqime shkojnë dhe po i lanë pjesën në spitalit qendër, por pjesën tjetër. Mund po me plasmasa me punë me qeshë. Si mund paguaj? Me një spital i barabartë biznes i vogël? Unë sa Paguno. Kush në biri mua, një vëshë, ka e sosh në zonë. Në vetë ujit me jo të marrë e qartë i kjo është maksimore. Po ti me qendra shëndetësore fami, çan do të qendra shëndetësore fami? A mund bëhet baraz? A mund bëhet baraz në vetë ujit? Me marketin fusha fami? Po vëjmë kartonë. A shoh të shërë spitali me këtë kush? Po do shkoj këtu shumë. Po do të direkt kam ishte 20.000 lekë pas spitali shumë. Anche unë jam nga bimon. Nëse kam të nga bim. Ula. Okej, unë që sa Bëhet fjalë për qendra shëndetësore. Për institucionin. Për stomatologji, bëhet fjalë për farmaci. Janë të gjitha okej, sepse kanë kontratë me incineratorë. Incineratorët janë firma të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë. Nuk mund të lidhi kush kontratë me firma të miratuara dhe të licencuara. Sepse këto kanë kushte të veçanta. Unë ma kemë se ka informacion, ma kemë se di. Pikërisht pra, ja po të shërës informacion. Kanë kushte. Ja, një minutë, në radhë që të marrim mikrofonin. Marku. Marku, unë pranoj. Ka qenë në takime, unë i kam mjek pak. Për në shqipit. Kryetar ka qenë në takime. Vetë ministri, tani në turi politike që Marko, unë pranoj po ngul kam. Incineratorët janë të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë, janë të licencuara, sepse ka materiale që Janë digjen kontraktuara, Ne për shembull e kena lidhur me Lezhën tu, duket se është firma Kadeli, 1-2 firma tjera që kanë bërë postafat fabrikën e tillë për djegjen e këtyre. Qartë, është e qartë. Zoti. Kështu që e ke pa marrë. Të garantoj,
Ja, po marrë farmacin. Të dërgandoj se në farmacia vetëm kartonat mund t'jedhë ambalazhet e letrës. Çka tjetër? I klinik dentare, të gjitha gjërat ruhen dhe ka gjëra metalike këta e nej, grumbullon dhe ka kontratën i herë në mujt, i merr burri ujë. Në rast se inspektorati, jo kështu është, inspektorati shëndetësor, në rast se Kështu ka qenë për herë, inspektorati shëndetësor, në rast se i ka këtë që thoti, ka masë administrative shumë të larta. Kështu janë. Po më? Okej. Po? Po, Lusha. Po, kryetar. Një fjalë shkurt. Parimi i pagesës tarifave të pastrimit është që ndotësi paguan atë që ndot. Edhe kjo tarif që, këto taksa dhe tarifa që ne po kalojmë sot, janë krejtësisht minimaliste dhe nuk justifikojnë atë çfarë ndosin zbat fjalë. Dhe ne duhet shkojmë gradualisht nga viti në vit duke i rrit dhe duke shkuar tek kostoja reale e pastrimit të mbetjeve. Domthonë sot me këtë rritje të vogël që i bëhat tarifës pastrimit, që nuk është rritje, po kemi shkuar tek ajo që është përcaktuar në ligj, tarifa minimale që është përcaktuar në ligj, ndonse vitet e tjera ne i kemi ulë 30% taksat sepse është e drejtë e Këshillit të Bashkisë për t'i ulë deri në 30%. Sot që flasim dhe në vitet të vazhdim duhet vazhdojmë t'i rrisim gradualisht që të shkojmë tek kosta reale. Nëse duhet kemi ambient pastër. Nëse s'duam që të mos hidhen mbetjet vend e pa vend, nëse duam që çdo mbetje që hidhet të shkojnë atje në pikën fundore që është landfilli. Gjithsesi unë ju falenderoj shumë për debatin konstruktiv që u bë. Falenderoj Marian, falenderoj Lushën, Sandrin, Markun për problemet që u ngritën edhe për atë që përshkojmë tek propozimet e bashkisë për të tarifën për mbetjet e gjellëve. Por unë jam dakord edhe për mbetjet spitalore nëse bie dakord këtu që të shkojë aty ku ishte propozimi i bashkisë. Nderit po. Janë integruar të gjitha faktorët që ndikojnë që janë në gjenerimin e të ardhurave vendore. Pra, siç është, janë integruar tarifat për drut e zjarrit, për lëndën ndërësore të gjitha sipas vendimit të Këshillit të Ministrave. Kjo është bërë që të njëjtën këshilltar dhe të një të bënë publike të gjitha këto tarifa, siç janë me vendim të Këshillit të Ministrave. 2. Janë miratuar të gjitha kundërvajtjet administrative, të cilat kanë qenë në një vendim me vete dhe të gjitha janë integruar në të paketë fiskale. Tjetër, është integruar një projekt vendim i paraqitur për subjektet jo familjare, të cilat depozitojnë mbetje në landfill. Dhe kemi vënë 1.000 lekë me duket është të reja për ton. Pra, të gjitha këto që nuk janë subjekte familjare, që kryjnë biznese me kohë të pjesshme, këtu dhe që krijojnë mbetje, ne kemi vendosur për çdo ton të mbetjesh tarif përkatëse. Po ashtu edhe tarifat e shërbimeve në bashki, siç janë për urbanistikën, të gjitha që janë shërbimet që merren nga Albania, janë të gjitha të miratuara dhe të njohura që të njihen këshilltar. Po ashtu është miratu edhe tarifa ujit, vaditës. Se po ashtu gjithë një vaditës. Për mbetjet spitalore, ne në fakt dim kaq që për çdo mbetje spitalore që mund gjendet në koshat e mbetujve të tjerë, bashkia ka detyrim ligjor të vendosë deri në 500.000 lekë gjop. Pra, 500.000 lekë të reja kuptohet kështu pra. Por është diçka që ne nuk kemi llogarit atë pjesë. Dhe jam dakord me Sandrin për këtë pjesë, por do të sqaroj Marku në fakt këtu, që pse këto tarif mbetje spitalore janë me vete s'kan lidhje fare me pjesën e bashkisë. Nuk janë të llogaritura në kostën tona. Po, janë të gjitha të ashtu. Për të tjerat unë jam edhe për Marien që këshilltar Marien që të kthej përgjigje për ato që për tarifat e transportit. Këto janë tarifa që janë për llogaritur nga grupi përkatës për mbetjet. Mbetjet nga 12.000 lekë është për mjet në inventar, një shoqëri transporti ka 4-5 mjete në inventar, realisht është
goxha mirë, domethënë sipas protokollit të bëra nga këto. Dhe ndërsa sa për biletat janë çmime të miratuar nga Ministria e Transportit dhe Financave, bashkë dhe nuk janë tavane që varen nga ne. As nuk i kontrollojmë dot se ato kanë biletat. Është institucion tjera që merren me këto gjëra, ne nuk kemi të drejtë që ti kontrollojmë. Ne thjesht është pjesa për tarifat që administrojmë ne, që ti kontrollojmë nëse i pagujnë, si pagujnë apo sipas afateve përcaktuara. Tjetër është edhe parkimi i automjetëve, njëjta gjë që ato kanë marrë leje parkimi, të cilat paguajnë rregullisht të pjesën. Do tabela tjera që mund të vendosen në qytet, sepse këto bezdi parkimi i makinave në çdo ambient të qytetit nuk duhet ta shkojnë bezdi. Nuk e di nëse ju është mirë S'kemi një vend komision, parkime. është një S'kemi një vend komision me parkime, urdhën e kështu që- kryetarit. Është një komision me urdhën e kryetarit me pjesëmarrjen edhe të drejtorisë qarkullimit lejesh dhe ne. Faktikisht rresheni parkimi nuk ka. Nuk ke ambient. Është bën një 2 rrugë që do të bëhen Toni, me një galim, do t'i sekond. propozojmë kryetarit. Ligji për policinë bashkiake po ndryshon edhe po merr dhe kompetencat e policisë rendit, edhe për të mbështetur policinë e shtetit, por edhe policia e shtetit për të mbështetur policinë bashkiake. Dhe në këtë kuadër ne do vendosim një taks parkimi me qëllim që kur polici bashkiak shkon dhe e gjen pa paguajtur atë taksën e parkimit vendos gjobë. Po deri më sot gjoba që vendos policia bashkiake është e vështirë për të vjen. Shkon më shumë kosto për ta vjen se sa realisht gjoba, se sa vlera gjobës. Kështu që me ndryshimet ligjore që do pësojnë që gjoba të jetë bëhet fakti kryen pagesa, sepse futën sistemin e gjobave të policisë shtetit dhe kush e merr një gjobë është i detyruar ta paguajë. Do të bëhet dhe sistemi me pagesë i parkingeve. Kështu që është shumë e thjeshtë. Normalisht duhet paguaj, ai që parkon duhet paguaj me qëllim që mos ta mbajë aty kot 4 orë, 5 orë, por paguaj për sa kohë qëndron. Po, është policia bashkiake, po, dhe janë të miratuara në paketën fiskale. Po, patjetër të gjithë në arkën e bashkisë. Edhe që na përgëzove për atë pjesën e aksionit që kanë, nuk është, ajo është me urdhër të kryetarit të bashkisë, dhe kemi pas mbështetjen e kryetarit të bashkisë dhe të nënkryetarës të bashkisë që ka qenë në çdo çast me të gjithë grupin e kontrollit, ne po mundohemi që t'i zbatojmë dhe parënduar njerëzit, por që të bëhet diçka. Por do të them dhe të pjesën, tarifat e shërbimeve në bashki nuk e mbulojnë kostën. Dhe jemi në prag të hartimit të buxhetit, llogaritemi se çfarë. Të marrje, duhet të falenderoj nënkryetarin e bashkisë për punën e shkëlqyer që ka bërë deri më sot dhe për futjen e bashkisë në një dimension tjetër, të zbatimit të ligjit. Është shumë korrekte kërkuese për ta qiu vendimin dhe urdhrin deri në fund. Edhe e falenderoj me gjithë zemër si thonë. Po, ke tjetër? Falem. Më fal, që ta sqaroj këtë pjesën. Për familjarët është 500 lekë për metër ster. Maksimumi deri në 3 metra e kemi që të paguajë. Për subjektet e biznesit është një kontratë e lidhur me një shoqëtanin, do të jetë aneka ju është, që vetëm ai është i licencuar, se ka shkruajnë të tjerë, nuk e di. Ai është i licencuar që unë kam të drejtë të blej ka ajo firmë Tru të Zjarrit. Pra, dhe çdo qytetar tjetër apo fshatar që puna ime me i blej atij. Sa qytetar mund të Ja, unë me qytetar nuk e di, po me vlerë leku ta them. Po, të siguroj që janë sipas njësive administrative kemi listat përkatëse dhe në vlerë leku janë 800.000 lekë të reja. Po. Jo, absolutisht që po, dhe drejtoria dhe oti Po të ishin bërë të gjitha këto nëse do ishte bërë nomin Shqipëri. Do të them dhe këtë tjetër. Ta them edhe këtë pjesën o ti Mark, edhe drejtoria pyjore, nëpërmjet inspektorëve të pyjeve, tani drejtor, ai të më gjua. Çfarë të kuptoj.
Hajde shkoj edhe punu gjitha ne, kujt marrin me to? Për ti shkoj. Për ti, për na. Çka ma shkoj? As nuk kam prit, ti ngjerë si problem. Okej, Marku, do ta ndajmë këtë punë. Kjo është veprimtari e paligjshme me të cilën duhet merren strukturat e shtetit sipas përkatësisë, ndërsa kjo që po diskutojmë sot është detyrimi që kanë subjektet e ligjshme. Në mirë ditë i pari që kam tesh i kus në pyet komunal kam tesh që kam aplikuar në ato. Se ka qenë të shtetit për në dhe janë letrat, janë krasin dokumenta gjithë janë. Por, edhe në kohë, tash, është që sot pyet janë komunal. Nuk janë më pyet të shtetit, bashkia është përgjegjëse direkte për pyet të zonave. Je provolim direkt. Në qoftë se do të flasim për këtë, Marku, në qoftë se do të flasim për këtë, do të kemi ditë tana të merremi dhe kanë gjithë për diskutu për shfrytëzimin dhe mbarështrimin e pyjeve. Është një problem krejt tjetër nga ky që diskutojmë sot. Janë kap edhe në Mirdite, janë sekuestru mira me tërku dronë, zjarri dhe lanë ndrosojnë. Të marrin në burshar, të marrin në thirr, të marrin në gjuq, të marrin në dronë, një lloj, me qytetarë në Tiranë mos duket. Ani politik, jo mirë për zot. Marku, ka akoma një memorandum për pyjet, ha? Është në fuqi akoma një memorandum për pyjet. Kështu që këto janë probleme që duhet i zgjidh task forca e pyjeve. Nuk janë probleme që mund zgjidhen në Këshillin e Bashkisë Mirdit. Se cili institucioni ka detyra të përcaktuara. Po, Marku, këto janë probleme që duhen, kanë një gamë më të gjerë veprimi, sa është djeg Athina, është djeg Athina, Mark, është djeg Athina. Është djeg Athina, e diti, janë djeg mira miliona hektar landë drusore në gjithë botën. Kjo është një fenomen që mund të diskutohet me struktura këtë tjera. Po? Okej, faleminderit. Nik Preni. Nuk kam ndonjë gjë tjetër për të thënë. Okej, faleminderit. Falenderoj anëtarët e Këshillit që kanë qenë të gjitha dëgjesat publike në institutet administrative dhe unë nëse jam disponibil për çdo pyetje, për çdo sqarim. Nik Preni. Mas mendimi tim. Shfrytëras me qenë sa sekretarët. Unë kam marrë pjesë në atë komisionin dhe jemi përpjek të i afrona, tentojmë drejt asaj që na orienton të drejtori shtatimeve, duke parë se diferenca që reflektohet ke buxheti. Dhe rritja e këtyre sa në diapazon sa është menduar dhe sa mund ta miratojmë me fjalë, duhet përkthehet në shërbimin ndaj qytetit, ndaj qytetarëve gjithanë. Do t'i lutesh kryetarit ta bëjë një giro 15 minuta në qytet, në rrugicat e qytetit, është shku mendoj unë në pikën 0 rrugë. Mendoj se nuk ka ndonjë shpenzim kush e di se çfarë, që mund të bëhet dhe të bëhet një riparim. Është të merr me hecën për qytet me makinë. Domethënë, nuk bëhet fjalë për ndotje, po bëhet fjalë se ngelesh me makinë ose të përplasësh me kamësorin më shumë. Është shkatruar, mendoj unë, çdo rrugë e qytetit. Mendoj se mund të gjenet një fond sot e vogël për një riparim, kur të vijë koha me bën asfaltim për çfarë mund të shumë. Po për një riparim mendoj se është domosdoshmë për një qytet. Po këtë drejt Nik, unë i kam patur, unë e kontrolloj qytetin. Jo keni pasë proshendi tashmë është kanë thirrur ndërtimi makinë veteran dhe njëra tjetra, por mirëmbajtja thjesht për të mbush gropat nuk është e falshme, kështu që
urdhëru drejtorin e agjencisë që sa më shpejt t'i mbushë ato gropat, edhe pas këtij procesi rindërtimi do ketë një fazë tjetër që bashkë me agjencinë e punëve publike dhe të mirëmbajtjes do fillojnë të bëhet kanalizimet, të trotuaret dhe të hidhet një rrëveshje gjithë me asfalt e gjithë qytetit, me vizime, me sinjalistik dhe me gjitha çfarë i takon një qyteti. Faleminderit. Ka kush ndonjë problem tjetër? Atëherë 2-3 mendime kam unë edhe për të sqaruar pak më në detaje edhe vendimin e Komisionit të Ekonomisë dhe të Buxhetit. Njerëz pari unë vlerësoj punën e bërë nga kryetari i bashkisë dhe drejtoria përkatëse për paraqitjen dhe përgatitjen e paketës fiskale, e cila duhet thënë që këtë vit është një paketë fiskale e ndërtuar në baza shkencore e përcaktuar saktësisht për çdo zë dhe për çdo nivel të përfaqësimit të subjekteve që do të kanë detyrime për të tarifuar në Bashkinë e Mirditës. Dhe kjo vihet re që nga paraqitja e paketës dhe në përcaktimet eksakte për çdo proces, përfshi këtu edhe kundravajtjet që bëhen për herë të parë në bashki, të përcaktuara saktësisht deri edhe tek hedhja e një bishti cigarie në rrugë nga qytetari. Unë mendoj që ajo që ne edhe diskutuam dhe që Marku e ngriti këtu ka vend për të rregulluar, për të zbatuar këtë paketë fiskale. Unë nuk mendoj se fiton bashkia nëse abuzojmë duke vënë një tarif 10 apo 5.000 lekë më shumë për qytetarin. Unë mendoj se bashkia dhe ne, se bashkia dhe këshilli janë një, ne nuk jemi dy institucionet ndara, po kemi për një funksion në shërbim të këtij komuniteti. Unë mendoj se është shumë më fitim përvurse që ne të sensibilizojmë gjithë opinionin, duke filluar nga qytetari më i thjeshtë dhe deri tek biznesi VIP, që të jetë korrekt në pagesën e këtyre tarifave dhe taksave vendore. Dhe këtu është fitimi. Tani çfarë ka pas parasysh komisioni, dhe unë kam qenë ai që kam këmbgul edhe në këto ndryshime. Së pari ka pas parasysh që të ul tarifat tek ato subjekte dhe tek ato shërbime të cilat i bien direkt tek konsumatori, tek familjari, tek njeriu që shkon në fund. Pra, të ulim komplekset thertoren dhe kompleksin, sepse s'ka asnjë problem, ja vëm thertores edhe 5 milion lekë të reja tarifën, por nuk do ta shesim më vezën me 10 lekë, ka për ta shit vezën me 200 lekë. Jo, futet në kosto ai. Jo, është kohë. Jo, të lutem, unë po flas, po them për parimin, unë fola tani cili ka qenë parimi që ka pas parasysh komisioni. Tani të sqaroj për thertoren. Thertoria nuk është e vërtetë se është ul tarifa që ka qenë vjet. Vjet për thertoren ka qenë tarifa 50.000 lekë dhe ne kemi shu 60.000 lekë, dhe kemi ul sepse fiktivisht është rrit në 1.100.000 lekë për thertoret, kur ne kemi vetëm një thertore me 1.000 pula dhe mbetjet teknologjike, Sandri e di shumë mirë, si që kanë spitali, farmacistët, stomatologët, kanë gropat septike të cilat të gjitha mbetjet teknologjike ata i përpunojnë aty. Dhe nëse nuk i përpunojnë aty, kjo është defekti i Inspektoratit Shtetëror Shëndetësisë, është defekti i Inspektoratit Veterinar, është defekti i tatim taksave, është defekti i të gjithë strukturave tjera. Nuk është defekti për ta ngarkuar me tarif pastrimi thertoren. Dhe e dyta që është pas parasysh, politika qeveritare për gjithë agrobizneset, është përjashtimi nga gjitha taksat për 5 vjet. Dhe kur qeveria ul gjitha taksat për agrobiznesin, nuk ka se përse bashkia të ngarkoj me tarifa të palogjikshme një agrobiznes i cili është i tëri në shërbim të qytetarit.
dhe është i tëri shkon si kosto për qytetarin. Nuk është kosto për biznesin. Rritja sa dush biznesit. Biznesi koston ka një ligj fitimi. Në që se ke ma shumë shpenzime, do kesh edhe çmime më të larta dhe fitimin. Biznesin nuk cënon fitimin e vetë. Biznesin nuk cënon fitimin e vetë. Këtë parim e kemi mësuar gjithë, si t'jemi ekonomist, si t'jemi veteriner, si t'jemi zooteknik. Ky është parim i ekonomisë të tregut. Kështu që thertoreve nuk ju është ul tarifa pastrimit, po ju është rrit me 10.000 lekë. Dhe unë mendoj se është një tarifë shumë logjike e argumentor dhe unë jam i gatshëm të argumentoj edhe këtu. Po kështu, vërtet kemi ul një 10.000 lekë për klinikat stomatologjike farmacit, sepse i njëjti proces është dhe ashtu si që shpjegoja shumë e vërtet ajo që shpjegoi doktori, që të gjitha mbetjet teknologjike të spitalit, të klinikave, kanë një kontratë të veçantë ligjore, shtetërore, me një firmë që është me licencë shtetërore. Dhe paguhen, e paguhen. Për sa i përket shkollës Shën Jozefi. Unë kam bëj debat edhe me komisionin dhe unë i them edhe këtij këshilli. Në qoftë se bashkinë do e shpëtojnë 20.000 lekë që ka tarif pastrimi shkolla Shën Jozefi, unë do të paguaj unë 100.000 lekë personalisht dhe ne në 400 nxënës, vetëm 30 nxënës paguajnë të shkolla Shën Jozefi. Po, paguajnë ushqimin në konvik 4.500 lekë në muajt, po asnjë gjë tjetër nuk paguhet të shkolla Shën Jozefi nga nxënësit. Biles edhe transportin e përballon vetë shkolla. Prandaj në vjet, nëse ju kujtohet, në paketën fiskale të vjetshme, jo më larg se sa vjet, e kemi ul dhe për të bërë një akt human ndaj kësaj shkolle që është krenari jo vetëm e Mirditës, po ju garantoj që është krenaria e Shqipërisë dhe po ju garantoj që është krenaria edhe më larg se sa e Shqipërisë. Ja u garantoj me kushte, me mësimdhënie dhe me gjitha. Ne kemi bën një akt moral të 200.000 lekë të mos tarifohet shkolla Shën Jozefi, sepse nuk ndikon në një gjë në buxhetin e bashkisë. Për sa i përket problemeve të tjera, unë mendoj Mark, këtu ka vend sa të dush për të përmirësu, sepse përsosmëri nuk ka askun, por është viti i parë që tarifohet çdo metër kub sipas edhe dimensioneve edhe trashësisë së lëndës drusore. Nëse tarifikojmë me 6.700 lekë, me 67.000 lekë vjetra si mi mësu, se s'po ndrojmë këtë gjuhë asnjëherë lëndën drusore, unë mendoj se nuk është pak 6.700 lekë tarif për 1 metër kub lëndë drusore. Shkeljet ligjore, këto nuk janë problem që i zgjidh paketa fiskale që miratojmë në Këshillin e Bashkisë. Ato i zgjidhin strukturat përkatëse të sipas përgjegjësisë ligjore që kanë. Kështu që unë duke e falenderuar kryetarin e bashkisë, gjithë administratën e bashkisë, Këshillin Bashkiak, për pjesëmarrjen dëgjesa dhe për vënien e paketës fiskale në parametra shkencor, teknik, unë i propozoj Këshillit që kjo paketë fiskale të miratohet me ndryshimet e miratora në Komisionin e Ekonomisë dhe Buxhetit. Ka kush në? Atëherë kush është dakord që paketa fiskale të miratohet me ndryshimet e sjella në Komisionin e Ekonomisë dhe Buxhetit? Kundra? Nuk ka. Abstenim nuk ka, miratohet, suksese, shumë faleminderit për paraqitjen e saj dhe shpresoj që drejtoresha e planifikimit dhe menaxhimit të buxhetit na sjell edhe një buxhet po kaq të argumentuar ashtu siç ka ardhur në vazhd në vitet e fundit. Dhe ju uroj suksese në realizimin e kësaj pakete fiskale. Një përgjigje mamu se harron për t'ia dhënë, pyeti nëse do bëhet nga subjekti privat pastrimi apo nga bashkia. Realisht ne
kemi bler një mjet teknologjik, kemi edhe atë mjetin e Repsit që ka një defekt të rënd, po që do ta riparojmë. Besoj do fusim me mundësitë tona dhe një mjet teknologjik tjetër dhe pastrimin jemi në udhën për ta bënë si bashki vetë. Dhe për ta shtrinë në të gjithë territorin e Bashkisë Mirdit. Përveç në fshatrat ku nuk shkon mjeti teknologjik, por dhe atje për të organizuar dhe për gjetë mënyra se si të tërheqim mbetjet për t'i qenë në landfill. Domethënë viti që po vjen do jetë një vit krejtësisht tjetër për sa i përket ambientit dhe pastrimit të territorit të Bashkisë Mirdit. Faleminderit zoti kryetar. Mund të vazhdojmë me rendin e ditës. Pika 3. Projekt vendim numër 4697 i kryesisë Këshillit Bashkiak për miratimin e planit të aktiviteteve. Unë do t'ja u lexoj shpejt, megjithëse e keni aty, janë mbledhje të Këshillit Bashkiak planifikuara 15, 12 të zakonshme dhe 3 mbledhje ku mund bëhen 2 në një muaj. Mbledhje të komisioneve të përhershme mikse, mesatarisht 3 mbledhje komisionesh në muaj. Takime me komunitetin, konsultime, 7 njësitë administrative për buxhetin me të gjitha njësitë administrative, komunitetin e biznesit dhe OJF-t, për ndryshim buxheti, një konsultim në qytet dhe një konsultim në zonën gjeografike që efektohet nga ndryshimi. 3. Për paketën fiskale në 7 njësitë administrative dhe OJF-t, dhe takimi vjetor i Këshillit me qytetarët për prezantimin e raportit vëmëtarisë vjetore, llogaridhënia e Këshillit në të 7 njësitë administrative, gjatë cilin dhe para biznesit, OJF-ve, siç bëjnë dëgjeset. Vetëm se këto dëgjesa kërkojnë të përmirësohen dhe të ketë një përgjegjësi shumë më të lartë që nga administrata deri tek Këshilli. Pjesëmarrja në konferenca e aktivitetet ngjashme, 2 në vit për Këshillin, një vizitë studimore brenda Shqipërisë dhe një vizitë studimore jashtë Shqipërisë, nëse do të krijohet mundësia nga kryetari i bashkisë dhe dega e menaxhimit financiar, gjë të cilën ne për 6 vjet s'e kemi realizuar dot asnjëherë. Pritje delegacioneve nga Këshilli Bashkiak homologe, nuk kemi emisione. Përfaqësimi institucional i Këshillit në ngjarje, për shembull festa vendore, ngjarje ku ftohet Këshilli e tjerë 1. Pjesëmarrje në organet drejtuese të agjencive ku Këshilli është antar apo përfaqësohet. Monitorim, hetim, auditim i njësive shpenzuese të varësisë bashkisë. Struktura komunitare, vizita në terren. 5. Hartim dokumentave planifikuese rregullator të Këshillit Bashkiak, buxheti vjetor, plani vjetor i vendimmarrjes, plani i komunikimit me publikun, rregullat e funksionimit në Këshillit Bashkiak, nxitje mbështetje iniciativave të komunitetit, iniciativa qytetare ligjvendëse, mbështetje Këshilli 1, mbledhje komisioneve të përhershme, Komision Ekonomie, Arsim Kulturë, Barazi Gjinore, Komisioni i Zhvillimit Urbanistik ndërhim mjedisit, analiza për zbatim në janar, analiza për zbatimin e planit vendor, planit përgjithshëm vendor dhe raportimi për rindërtimin nga Drejtoria Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Strehimit, analiza e raportit kryetarit të bashkisë për parashërkimin e afatmesën të ardhura për periudhë 6 vjeçare, në zbatim të ligjit 68/2017, trajnimi i sekretarit të Këshillit mbi zbatimin e rregullores së mbrëmshme, analiza e planit social nga Agjencia e Shërbimeve Sociale, Arsimit, Kulturës, pjesëmarrja në aktivitete e konferencat të ngjashme. Mbledhja e Këshillit 1, mbledhja e komisionit të përhershme si përherë, në shkurt analiza 4 mujorit 3 të vitit 2021 dhe raporti përmbledhës i performancës bashkisë, realizimit shpenzimeve, investimeve, realizimit të ardhurave dhe arsyet për mos realizimin për vitin 2021, analiza e rendit, Komisariati dhe Policia Bashkiake, vizitë studimore, shkëmbim eksperiencë brenda vetit, njohja me procedurat dhe rolin e Këshillit Bashkiak në funksionin e menaxhimit të mbetjeve, mbledhje Këshilli në muajin mars, hartimi i raportit vëmëtarisë vjetore të Këshillit, hartimi i raportit vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes së Këshillit,
takimi vjetor i Këshillit me qytetarët për prezantimin e raportit veprimtarisë vjetore, trajnimi i sekretarit të Këshillit, në muajin prill mbledhja e Këshillit, mbledhja e komisioneve, monitorimi në terren i strukturave komunitare, 2 vizita në terren. Në muajin maj mbledhja e Këshillit dhe komisioneve, analiza për menaxhimin e mbetjeve nga Drejtoria e Mjedisit, analizë e raportit për parë 4 mujor mbi realizimin e treguesve dhe performancës financiare të bashkisë, njohja dhe analizë e raportit të konsoliduar për veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit vjetor të vitit pasardhës të bashkisë në zbatim të ligjit 68/2017, trajnime të ndryshme. Në muajin qershor mbledhja e Këshillit dhe komisioneve, analiza e ujësjellësit nga Drejtoria e Ujësjellës SHA, Këshilli zhvillon seanca konsultimesh me publikun mbi rishikimin e buxhetit, një konsultim në qytet dhe një konsultim në zonën gjeografike që efektohet nga ndryshimi biznes o JF grupi interesi, analizë e arsimit nga Drejtoria e Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Në korrik mbledhja e Këshillit dhe mbledhja e komisioneve, përfaqësimi institucional i Këshillit. Në gusht mbledhja e Këshillit, mbledhja e komisioneve, mund të bëhen 2 mbledhje Këshilli në gusht sepse kemi edhe projekt buxhetin edhe miratimin në shtator analiza në shtator mund të bëhen 2 mbledhje Këshilli, analiza e emergjencave civile si përmbytje, zjarre, tërmete e tjera nga Agjencia e Inspektimit, Kontrollit dhe Emergjencave, analiza e çështjeve të rrugëve nga Agjencia e Punëve Publike dhe Mirëmbajtjes, shqyrtimi i raportit i kryetarit bashkisë për realizimin e të ardhurave për 6 mujorin e parë vitit 2002, në tetor mbledhja e Këshillit. Ka kusht në një, janë pastaj në ndorë kuptohet projekt paketa re fiskale dhjetor buxheti. Po, Simoni? Vjerën të bëjë në shërë, unë kam një mendim të vjerën të bëjë në vëdër, pasi njësia administrativë është, ka vetëm 2 orë ujë të ditë. Në 24 orë 2 orë, vazhdon nga qershori deri tash në nëntor me datën 23 sa sot. Prandaj të shikohet kjo gjë sepse qyteti nuk Të mund të bëjmë jashtë radhe, ne kemi të drejtën të kërkojmë me informacion vetëm për furnizimin sepse e ujit. Sepse nëse të lëm për në qershorin e arshëm, njëti avaz do vazhdojë me ujin, kështu që të merrin masë. Nëse na kemi diskutuar edhe me zërin nënkryetare që ka qenë dëgjes publike, ky është një shqetësim i qytetarëve, pavarësisht se kur të fillojnë edhe prioriteti i qeverisë është që ujësjellësat të jenë në planin e parë, si do arrihet gjithë zgjidhja, kjo ju përket kryetarit bashkisë ose drejtorit të ujësjellësit, që të ndërhyjet pranë qeverisë, bëhet një gjë. Faleminderit. Kemi hartu projektin për mësisjen e Repsit. Situata është kjo që thotë edhe për shkak të thatësirës, por edhe për shkak të keq menaxhimit natyrisht. Kam orientu drejtorin e ri të ujësjellësit që të vendosen macat dhe në këtë aspekt duhet bashkëpunoni pasi banorët nuk i kanë qef macat. Vendosen macat edhe për banorët edhe për bizneset, çfarë biznesesh ka aty. Dhe që të administrojmë të sasi ujë që kemi, të administrojmë sa më mirë tjetë e mundur. Projekti i ri do japi zgjidhje finale problemi që ka Repsi me ujin e pishëm. Faleminderit kryetar. Po, mikrofonin. Të banorëve të Drejtorisë Administrative Rrshen, faktikisht unë jam dakord edhe unë që macat të vendosen, dash të vendosë, edhe që në vendosë në pjesën ndërmuese të familjarëve, por aty ka një problem. Realisht, në mënyrë direkt ose indirekt, si më thënë, vidhet qytetari për shkak se aty është bën një defekt rrjeti i ri i kanalizimeve, me sa thuhet nuk janë vendosur kundër ajrus dhe kur vjen uji vjen me një presion ajri dhe presioni i ajrit regjistron shumë më shumë kilovat, domethënë
shumë ma shumë ujë, metër kub, më falni, shumë ma shumë ujë se sa ujë zakonshëm që hyn në sahat, që hyn në banesë. Kështu që pjesa dërmuese familjarëve paguajnë më shumë presion ajri, edhe një pjesë i kanë prish për këtë arsye. Ai do të insistojë, sigurisht është kërkesa e parë ose domethënë detyrimi i parë që mund të jetë për çdo qytetar që të ketë atë sahatin pra matës, por duhet zgjidhet ky problem. Është problem shumë i madh. Me dasht familjar si abonent të denoncojnë sepse bëhet një vjedhje. Unë s'po them se me dashje kuptimin e asaj, po për defektin që ka firma, ajo është vjedhje. Roshani funksionon me dy sisteme, sistemi i vjetër dhe sistemi i ri. Ne kemi qenë projektin që sistemi që të bëhet financimi i pjesës tjetër 30% të ujësjellësit të Roshanit. Me financimin e pjesës tjetër besoj, po do ketë ujë të mjaftueshëm për qytetarët. Dhe do zgjidhet edhe kjo problemi i masave që patjetër. Po, faleminderit. Ka kush në problem tjetër? Atëherë kush është dakord me planin e aktiviteteve të Këshillit për vitin 2022? Kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Vazhdojmë me pikën 4 të renditës. Projekt vendim për një shtesë vendimin numër 58 datë 30/6/2020 për caktimin e depozitimit për koshtë mbetjeve inderte nga prishja e ndërtimeve të tërmetit 26 nëntorit. Është shtyrjet e afatit vend depozitimit për koshtë mbetjeve inderte. Ne kemi ngrit vjet, po ka qenë me afat një vjeçar, kështu jemi të detyruar që të shtyjmë afatin edhe një vit për shkak të mbetjeve që do të krijohen nga prishja e banesave që janë për shkak të tërmetit. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Projekt vendim numër 47/64 për një shtesë vendimin e Këshillit të Ministrave numër 64 datë 30/12 janë ndryshimet disa vendimeve të Këshillit Bashkiak 2020-2021 për shtyrjen miratoi shtesë në vendimet të përfitojnë bonusin e qiras derisa të pajisen me banesë të re. Është për ato familje që ne kemi përfshinë i kemi dhënë bonusin e qiras, por afati ka qenë një vjeçar, ka mbaruar afati një vjeçar dhe shtyhet afati derisa të hynë në banesën e re. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Po? Një ndryshim për ato familje që do hynë në shtëpi të re, do të këshillit. Bie automatikisht, ditën që hynë aty, bien automatikisht. Patjetër. Patjetër, po e kemi në analizë, e kishim në raport 2 herë për indërtimin. Pika 6 e renditës për përdorim fond kontingence, të përdoret fond kontingence për shlyerjen e detyrimeve të përpambetura për shumën 1 milion lekë. 1 milion lekë janë detyrimet të përpambetura, fatura. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Pika 7 e renditës për ndryshim buxhetin e vitit 2021. Të bëjnë ndryshim buxhetin e vitit zëri rruga e lagjes Preng-Leshaj, kemi pas miratu 2 milion lekë për lagjen Preng-Leshaj. Kjo shumë t'i kaloj Agjencisë rrugëve rurale për materiale për të mos bëhet të enda të tjerë, por të shkoje i gjithë fondi të shkojë te rrugët rurale që të ndërtohet rruga. Kush është dakord? Patendërim. Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Pika 8 e renditës për miratimin e përdorimit të fondit të mbrojtjes civile për rekonstruksionin e posetës hyrjes së ujëlshusit ujëmbledhësit Gziq dhe për mbajtjen nga dëshmëritë e sistemit të përdorur nga fondi i mbrojtjes civile shumën 2.203.475 lekë transfer e Ministrisë së Brendshme, relacionet preventivi, raporti teknik bashkëlidhur për rekonstruksion pusete e hyrjes së ujëlshusit ujëmbledhësit Gziq është në prishje për 1.115.774 lekë dhe mbajtja nga dëshmëria e sistemit të mbrojtjes së zjarrit 1.087.701 lekë. Kush është dakord?
Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet? Pika 9 e rendit ditës. Për miratimin dhe dhënien me kontratë qiraje objekt identifikuar në Rëshën në Pallatin e Kulturës, ndërtesë 2 katëshe për 12 metër katrore. Autorizohet kryetari i bashkisë Mirdit zoti Ndres Dedaj dhe ndërtëria juridike të lidhë kontratën e qiras me subjektin Lindita Blenishti në shërbim notari me kod e tjera. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Absten? Po. Kundra? 2. Abstenim? S'ka. Me shumicë votash miratohet. Kundra. Pika 10, Endrik Simoni dhe Denisa Pjetri. Denisa Endrik Simoni. Projekt vendim për miratimin e hapjes së rrugës këmbësore dhe kthimin e saj në rrugë automobilistike në lagjen Përnoja, fshati Përlatepër, njësia administrative Kthell, bashkia Mirdit. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Projekt pika 11. Projekt vendim për emërtimin e Pallatit Kulturës në Rëshën dhe sallat e këtij institucioni, bashkia Mirdit. Lutem komisionit të ngritur, është ngrit komisioni i posaçëm muajin e kaluar. Kryetaria e komisionit Marie Nikolli. Vendim për shërtime për i vendimit numër 4 Komisionit Gazetës për datë 22 relacionin dhe dokumentat shoqërore të lidhur me propozimin për emërtimin e Pallatit Kulturës së Rëshën dhe sallave të institucionit Bashkia Mirdit. Drejtori Këshillit të Bashkisë. Komisioni merr me datë 19 në 2021 shqiptoi për vendimin me numër 25 protokoll datë 22 relacionin dhe dokumentat shoqërore në lidhje me propozimin por emërtimin e Pallatit Kulturës së Rëshën në sallat e këtij institucioni Bashkia Mirdit paraqitet në kryetari i bashkisë. Atëherë, pas shkrimit të projektit vendimi, sigurisht pjesëmarrja që e plot, pas shkrimit të projektit vendimi dhe materialeve shoqëruese, komisioni ngatoi redaksionin pas gjetur lidhje me shumicë të votash rekomandoi Këshillit. I propozojnë kalimin e projekt akti në mbledhjen e Këshillit të datës 24/10/2021 për miratimin e projektit si më poshtë. Miratimi e emërtimit Pallatit Kulturës në Rëshën në emrin Pallatit Kulturës Gjokovica. Dhe dyta, miratimin e emërtimit salla koncerteve në emrin salla koncerteve Frangorfi. Ne kemi lanë, domethënë këto 2 propozime dhe nuk kemi marrë në konsiderat edhe një propozim fundi që ishte për janë 2 salla tjera që në sa diskutuam në sa komision në të sallën edhe nuk ekzistojnë Pallatin e Kulturës, kështu që vendosëm t'ju propozojmë këto të 2 pika, pra edhe emërtimin e Pallatit Kulturës me emrin Gjok Beci, cilin ne kemi diskutuar herës tjetër dhe sallës koncerteve Frangorfi. 5 antarë të komisionit, 4 morën pjesë në mbledhje, votuan 4 pro që ta dini dhe pra Marie Nikolli, Mark Prenga, Aleksandr Lusha, Nikol Prendi kanë qenë të pranishëm në komision. Faleminderit, tash arsyeja për jashtimit të 2 emërtimeve tjera? Po. Sigurisht mungesë sallave, sepse nuk duhet të përmend të lakoj respekt për 2 figura tjera kontribuese në kulturën e Mirditës, absolutisht respekt dhe vlerësim për to, edhe emrat e këtyre janë përjetësuar tek ardashësit mirditor, por edhe kontributet e tyre i njohim, nuk ka se në komision njihet dhe kontributi i piktorit edhe kontributi muzikantit, por nuk ka salla mjaftueshëm Pallati Kulturës për vendosje këto emra brenda ambienteve të saj. Kështu që sallë ekspozite nuk ka, unë nuk e di se ku ka. Dhe diçka tjetër
E mund të bëhet një vlerësim tjetër për to, të kontributet e tyre, edhe absolutisht, po, dhe të dy figurat realisht dhe në diskutimin që bëm herës tjetër në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, që ai grupi i atyre përfaqësuesve të asamblit Mirdita, sigurisht janë gjëra kur vje puna ke emrat e përveçëm, gjithë kanë ato i preket të cenot interesi, por unë absolutisht edhe gjithë komisioni i vlerësimit e pa vërtet me ato kontributi që ato kanë dhënë realisht dhe nuk po diskutoj më gjatë në bën ndryshimin midis figurës e kontributit ikonës së letërsisë edhe të folklorit mirditor Gjok Beci, i cili është krahasu me Mas Fishtes, ai bë dhe krahasim, i cili ka kontribut të jashtëzakonshëm jo në nivel lokal, por edhe në nivel kombëtar, etj, dhe kontributin e Fran Vorfit, për cilën ne menduam këta dy t'i veçojmë me këto dy me emërtesat e këtyre dy sallës koncerteve dhe pallatit. Është me emra, Nikolin, nuk hidhet ashtu. Jo, më kërkuan për ta hedhur në votë. Jo, është me dy propozime, nësë kemi marrë në konsiderat për këtë arsye, nuk e vlerëson tjetrin nëse ti s'ke një ambient mbrana pallatit kulturë. I bie vlera, unë për vete nuk e di, nëse si mund ta gjykojeni ju si të doni, por unë them që me qenë se aty s'ka ambientet përshtatshme, ka hapësira dhe mundësi sa të dush për tipuj dhe certifikata tjera mirënjohëse nga bashkia për t'ia propozuar Këshillit Bashkiak dhe sigurisht ne do të bëjmë vlerësimin sipas kontributeve që kanë dhënë. Faleminderit. Atëherë unë lutem kryetarit bashkisë një mendim për dy emra të cilët komisioni përkatës nuk i kalon. Po do shikoj mundësinë e emërtimeve një rrugë apo të një institucioni tjetër. Duke i kaluar natyrisht në komisionin qytetar që ne kemi miratuar, edhe duke vazhduar në komisionin e Këshillit dhe në Këshill. Atëherë falenderit. Unë personalisht të them drejtën kam qenë për të mos hyrë në emra, por me qenë se është hyrë, emrat janë emrat përveçëm, por edhe emra përfaqësues për Mirditën. Nuk kam pas dhe s'kam asnjë vërejtje për të katër këta emra, por mund të ketë edhe të tjerë që janë shumë kontribues, ndoshta posa këta përjashtor Gjok Becit, që është një figurë që i te kalon për masat edhe kombëtare mundësisht. Unë, zoti kryetar, kërkoj që me qenë se këto dy emra janë përfshirë në një projekt vendim dhe janë lakuar në gjuhën mirditore, duhet t'ju gjehet pozicioni që edhe këta dy emra të përfaqësohen në objektet sa më dinjitoze të Bashkisë Mirditës. Tani duhet kemi, prandaj thash që kur përmendim emra, ne duhet jemi shumë të kujdesshëm, sepse me të dalë nga bashkia tani, nga kjo mbledhje Këshilli, do të thuhet, po përse s'u miratu edhe Gjalin Loci, përse s'u miratu edhe Dorianini. Unë po ju them që edhe Lin Loci, piktori Lin Loci është shumë po kaq kontribues në fushën e tij dhe Dorianini është po kaq kontribues dhe ka bërë një revolucion në kulturën mirditore. Nëse ka bërë një revolucion dhe nëse ka një njeri që ka shty kulturën mirditore dhe ka qenë deri në vend të parë në festivalin kombëtar, është edhe merit e Dorianinit. Nuk është gjithçka e Dorianinit, s'është gjithçka as e Pjetrit, por është edhe e Dorianinit, kështu që të dy këto personalitete të kulturës tonë që kanë kontribuar në kulturën e Mirditës, duhet që shumë shpejt dhe Këshilli duhet i marrë në analizë për t'i nderuar dhe për t'i respektuar. Atëherë unë do të hedh emër për emër, sepse do të ndahet tani projekt vendimi, kështu që edhe votimin do ta bëjmë për çdo emër të veçantë. Kush është dakord që të miratojmë emërtimin e Pallatit të Kulturës me emrin Pallati i Kulturës Gjok Beci? Atëherë pro 16 këshilltarë. Kundra asnjë, abstenim asnjë. Ju falenderit dhe ky është një respekt që i bëhet edhe Këshillit, jo vetëm thjesht emrit
veprës dhe kontributit të gjeodecit. Pika e dytë, kush është dakord që për miratimin e emërtimit salla e koncerteve me emrin salla e koncerteve Fran Vorfi. Pro 16 këshilltar, kundra asnjë, abstenim asnjë, miratohet, po të njëjtat fjalë unë kam edhe për personalitetin e Fran Vorfit një kontribues i jashtëzakonshëm dhe një zë i jashtëzakonshëm i kulturës dhe i këngës mirëtitore. Unë uroj që të dyja këto figura të mbeten të pavdekshme në jetë të jetëve si personalitetet kulturës mirëtitore, po edhe më gjerë të kulturës mbarkombëtare. Ndërsa për dy propozimet e tjera nuk është refuzim i Këshillit, që jemi të qartë kur dalim jashtë, ky nuk është refuzim i Këshillit, për mungesë objektesh tani nuk mund të bëhen këto emërtime dhe lihen për në një rast të dytë për të përcaktuar vendimmarrjen për këto dy personalitete, cilët na kanë ardhur në projekt vendimin e Këshillit Bashkiak. Faleminderit gjithë këshilltarëve për këtë. Vazhdojmë me pikën 13 të rendit ditës. 12 për emërtimin e Pallatit Kulturës Iku. Projekt vendim për ndryshim e emërtimit të rrugës nga rruga e Martirëve në rruga Inzot Zefskana, qyteti Rrshen, njësia administrative Rrshen, të miratojnë ndryshimin e emërtimit të rrugës nga rruga e Martirëve në rruga Inzot Zefskana, qyteti Rrshen, njësia administrative Rrshen, kodi postar 4601, Bashkia Mirdit. Bashkëlidhur plan vendosja rrugës në shkallën 1/2500, rruga fillon nga kryqëzimi rruga Atë Gjergj Fishta, Pallati i Postës, dhe kalon te kryqëzimi i rrugës Preng Bibdoda, që është nga tek maton katedrales, deri tek rruga Inxhinier Gjon Arapi dhe përfundon tek rruga e Kryqit. Rruga përfshirë gjitha degëzimet në ndërtesat ekzistuese, shtrihet në një gjatësi prej 691 metrë linear. Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Strehimit të zbatoj procedurat për ndryshim e emërtimit në sistem. Kush është dakord? Po. 16 këshilltar pro. Po. Nëse këtu ka qovdhëni të vetëm që s'është dakord, e tërheqim nëse ka një sensibilitet. Se dhe emri rruga Martirëve nuk është e shishme. Pse hiqet? Ashtu bëhet jo qendra atje jo. Dhe gjem, okay, mi. Mund të vjen emër te kjo rrugë. Pse mendoj, nuk e kuptoj pse hiqet, nuk e di. Ose dia se kush janë krejt Martirët që janë përfshirë në rrugën po. Ne kemi vendosë emra mosin e kokalar, emra konkret. Nëse kjo është më i përgjithshëm rruga Martirëve. Emra konkret. Në rregull. Ne rruga e Martirëve kemi vënë një rrugë, është rruga e Spaqit, rruga Reps Spaq, dhe ajo në fakt është rruga e Martirëve dhe e këtyre, prandaj edhe komisioni i emërtimeve i ngrit nga kryetari i bashkisë, këtë ka pas parasysh, meqense kjo rrugë ka marrë një emërtim brenda bashkisë, të bëhet ky ndryshim këtu dhe të vendoset ajo rruga Martirëve që është vendos dhe është miratuar dhe është bëhet edhe përurimi, dhe kjo rrugë të marrë emrin e Inzot Zefskanës. Atëherë edhe një herë kush është dakord? Meqense u ndërpren në mes të votimit, 16 pro, kundra asnjë, abstenim asnjë. Abstenim 1. Okej. Po patjetër. Vazhdojmë me pikën 13 të rendit ditës. Miratimi i raportit përmbledhës të konsultimeve publike. Nëse ka kusht në gjithçka, se unë sem të lexoj raportin. Po, zoti Lusha.
Po? Ka? Është është rruga do më e vendosur. Rruga e re e asfaltit që është bën atje te kryqëzimi për lagjën Kaçor. Lagjën Kaçor. Është e vendosur rruga. Po Lusha? Atëre a vazhdojmë pak. Do të kemi se s'janë bën emërtimet dhe adresat dhe do kemi emërtimet tjera sa të duam për të respektuar e për të nderuar të gjithë personalitetet e Mirditës. Zoti Po? Ja e ka marrë fjalën Atëre, për sa i përket projekt vendimit që diskutuam edhe më parë, por e kemi vendosur si pikë në vete për dëgjesat publike, unë nuk do të ndalohem ato që thash, por do t'i kërkoj kryetarit bashkisë që në mbledhjen para mbledhjes së ardhshme të ndërtimit buxhetit të bëjmë një takim me gjithë drejtuesit e njësive administrative dhe një pjesë të madhe të këshilltarëve që kanë marrë pjesë të dëgjesa publike. Kemi dëgjuar gjithë problematikat në gjitha zonët. Kemi marrë ato kërkesa, mund të themi, minimale dhe racionale nga komuniteti. Ti diskutojmë ato pak investime dhe mundësi që ka bashkia jonë, ti qëmë aty ku preket më shumë edhe përfitimi i atyre qytetarëve. Kaq kisha, faleminderit. Faleminderit, ka shka tjetër? Kush çfarë do? Po. Po, vazhdojmë atëherë, kemi shumë pak. Po, Maria? Por nuk do të thotë që të hapura dhe do të vinë prezentu. Dhe në vim të asaj që Leka trajtoi për çështjen e dëgjesave që kemi bërë në disa njësi administrative, absolutisht edhe unë jam dakord, do ishte shumë mirë, do ishte në interesin edhe të bashkisë, po edhe të komunitetit që të bëheshin takime paraprakisht me kryetarët e njësive administrative, sepse na ishim në rubrik me Lekën dhe realisht është ajo që tha Leka në fillim. Domethënë ne na u drejtuan pjesëmarrësit aty sikur ne ishim përgjegjësit kryesorë për mos realizimin e atyre investimeve që i kishin kërkuar ndër vite dhe s'ishin realizuar. Dhe unë shoqërisht edhe kështu dashamirësisht i thash dhe kryetarës njësisë administrative, në gjithë to kërkesa që kishte, se kërkesat ishin pafund, sigurisht do të listohen 2-3 prioritete sa është e pamundur me realizuar gjitha me këtë buxhet. Se është pasojë 2 viteve tërmeti, pandemia tjera me radhë, sigurisht janë gjurmë të akoma të këtyre pandemive, të këtyre, dhe por ato insistojnë se ne do t'i realizojmë gjitha. Realisht edhe kryetarët të tjerë të njësive administrative, unë them, cilin prioritetet, cilin ato që janë më emergjente, ato që kanë nevojë komuniteti, ato që lejnë gjurmë ke komuniteti, ato që ndikojnë drejt për drejt ke komuniteti për investime. Këtë e kam, Maria, është buxheti i 6 që ne do miratojmë së bashku, në këto 5 buxhete që kemi kaluar, nuk ka buxhet që ne si bashki, si qendri bashkisë, mos kemi konsultuar me publikun dhe mos kemi bërë mbledhjen me administratorët dhe përshqyrtuar gjitha problematikat. Vitin e kaluar ne jemi mbledhur gjithë së bashku tek zyra ime që e kemi konsultuar bashkarisht dhe kemi vendosur bashkarisht dhe e kemi orientuar këtë pak buxhet që kemi drejt agjencisë punë publike me qëllim që të bëhen punë sa më shumë të jetë mundur duke shmangur tenderimet. Realisht ne na ka dështuar disa herë blerja e bazë materiale, për fat mirë tani sfundi është fut një operator i cili e ka fituar të drejtën për të tenderin për na furnizuar me materiale, kështu që me ato materiale do bëhen shumë punë edhe në Rrëshem, edhe për shatra dhe njësia të sëritë tjera. Faleminderit. Atëherë vazhdojmë me kërkesat dhe ankesat.
kemi pak, kemi një vendim gjykate që ka anullu një vendim të Këshillit të Bashkisë, deklarim pavlefshëm të vendimit 20, 21/3/2018 dhe 18 që kemi i kërkuar nga prefekti i Qarkut, kështu që është vendim që merr formën e prerë, është vendim i anulluar nga gjykata dhe gjykata vendosi thot pranimin e paditës palës paditëse prefektit Qarkut Lezhë, konstatimin e pavlefshmërisë absolute të vendimit nr. 20 21/3/2018 për lënien në fuqi të vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 13 datë 31/8/2018 për miratimin në parim të hapjes së rrugës nga rruga ekzistuese që fillon nga kryi në Markut deri në lagjen Lufaj në fshatin Zajs, njësia administrative Selijet, Bashkia Mjetit të Këshillit Bashkisë. Ky vendim është titull ekzekutiv. Kjo është sa për dieni vetëm, për të bërë ju. Kemi një kërkesë të administratores së Rubikut, zënës Flora Jushi, për djegjen e një shtëpie të banese të zotit Palcoli në Rubik, për të cilën Këshilli Bashkiak do t'ja adresoj komisionit të posaçëm të verifikimit të dëmeve nga grupi i punës i emergjencave civile. Jo, emergjencë civile tjetër. Është ajo gruaja aty. Palcoli. Po pra, Palcoli, djegja e shpisër, por Palcoli, unë di me lexu drejtësia marrëse. Ka kush në problem? Grupi përkatës shkoj të verifikoj dëmet dhe të paraqesin projektin në Këshillin e Bashkisë për ndihmë aq sa Bashkia ka mundësinë si për gjithë familjet që kanë pas emergjenca civile. Dakord? Jo. S'ka drejtoria e emergjencave, ka Bashkia. Shtytari i Bashkisë dhe drejtoria e emergjencave ka detyrimin të bëjë verifikimin në vend, bëj. Kemi një letër është në procedurë. Ne e kaluam si shkresë sepse na është drejtuar dhe ne si këshill. Kemi një letër falenderuese nga ta informoj nga shkolla e mesme profesionale jo publike Shën Jozefi Punëtor për përjashtimin nga tarifa e pastrimit. Kemi një urdhë? Jo. Është letër falenderuese për vitin e kaluar. Jo për këtë. Për vitin. Se e di këtë punë, se pa u bën miratimi, s'ka si të falenderoj. Është një kërkesë e pashblinishti që unë nuk e di se përse vinë në këshill, kur ju drejtohen personaliteteve, kryetarit apo zëvendëskryetarit dhe zëvendëskryetarës së bashkisë, për rrugën nga Jezulli tek shtëpia pashblinishtit, për cilën Agjencia Rrugëve Rurale do të kontaktoj me kërkuesin dhe të sqaroj dhe pikërisht. Është një kërkesë, janë disa kërkesa të banorëve të disa pallateve për dëmtime nga tërmeti, të cilat të gjitha janë disa pallate, janë 4-5 pallate, por këtu ne kemi një kërkesë të pallatit këtu, të cilat i kanë kaluar dhe është në proces komisioni i posaçëm i apelimit të rindërtimit për të gjitha këto pallate. Gjithashtu është një kërkesë e zotit Tonin Jushi në Tarazh, unë nuk e di, ka njëri nga drejtoria e urbanistikës dhe e këtyne kjo ka me po, Bledis. Zotëria i është vlerësu shtëpia nga komisioni i parë, pastaj është do njëri verifikim nga komisioni i dytë,
pastaj ka lidh kontratë te Instituti i Ndërtimit sepse nuk ka qenë dakord me vlerësimin e komisionit të venimit. Pastaj ka lidh kontratë me Institutin e Ndërtimit, kanë ardhur eksperta, kanë bërë verifikimin edhe kërkon futjen në procesin e rindërtimit sepse objekti është klasifikuar i pabanor. Po, a do futet? Atëherë u zgjidh. Mbaroj, kalon. E njëjta gjë janë një grup pallati, edhe prapë një pallat tjetër, futen në shqyrtim nga komisioni për katës. Janë dy rrugë që nuk ka ardhur projekti, është një rrugë në Fan edhe një rrugë në Konaj, cilat me të ardhur projekti nga administrata e bashkisë. Lidhjen tjetër apo kur ta sjellën. Ata jemi të gatshëm ta bëjmë. Edhe kjo është e njëjta. Këto ishin, ka gjëna të ndryshme, po, Lusha. Do të shfrytëzoj rastin me qenë se është edhe kryetari i bashkisë këtu në prezent. Një kërkesë kam për sa i përket sensibilizimit dhe fushatës pastrimit në bashkinë tonë. Mark për nga doli, por vuri theksin dhaj, dhe do t'i kërkoj kryetarit. Ne e vëm pikën mbi i dhe kërkojmë sidomos të shoqëria që bën pastrimin dhe ndërmarrja e rrugëve për shumë aksione qytetare. Zoti kryetar, do të kërkoj që brenda muajit dhjetor, një kërkesë tim qytetare, që gjithë përgjegjësat, drejtorat, institucionet ku dhon bëj pjesë, një ditë shtune të bëjmë një aksion qytetar për pastrimin e qytetit. Bashkia një ditë na afroi doreza dhe qese plastike dhe të përcaktojmë një ditë që ta marrim këtë iniciativë. Kombëtar ditën e premte i dashur Lush. Duhet të jesh i informuar. Dakor, të vihemi në që ditën e premte blej qeset. Dhe jo, kam një kërkesë për kryetarin. Sepse kërkesa është shumë e madhe për punojësit. Në bashki, punojës bashkia ka pak. Drejtora dhe përgjegjësa ka shumë, përfshirë dhe vetën këtu si përgjegjës. Ne të paret me çizme, me doreza, me mushamaj në terren. Edhe tanoshi. Dhe aksion